Ish kryeministri dhe deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, e konsideron të pakënaqshëm rezultatin partijak të arritur në zgjedhjet e nënshkurtit. Hoti ka kërkuar reflektim të thellë nga strukturat e LDK-s, duke theksuar se për të rikthyer besimin e qytetarëve dhe forcimin e partisë, LDK-ja ka nevojë për një lidership të ri, me një qasje ekipore dhe transparencë të plot, karshi strukturave të partisë. Ai ka shprehur mirënjohje të thellë për çdo qytetar që ka besuar te Lidhja Demokratike e Kosovës dhe për përkushtimin e tij për të qenë një zë i fuqishëm në kuvendin e ardhshëm. Megjithatë, Hoti thekson se rezultati zgjedhor për LDK nuk është i kënaqshëm dhe se nuk ka arritur nivelin që ishte pritur pas 4 vitesh përgatitje. Hoti vëren se disa faktorë si opozitarizmi i partisë gjatë 4 viteve të fundit, riorganizimi i degëve të LDK-s dhe qasja gjatë fushatës zgjedhore nuk kanë qenë të mjaftueshme për të fituar besimin e qytetarëve. Në lidhje me votat e diasporës, ai shpreh shqetësim për disproporcionin e votave për lëvizjen vetëvendosje në ambasada dhe për disa kandidatë të LDK-s që janë votuar në mënyrë të tepërt përmes postës. Ne mirënjohje të thellë falenderoj çdo qytetar për besimin në Lidhjen Demokratike të Kosovës, si dhe për përkushtimin tim për të qenë zëri juaj në kuvendin e ardhshëm. I siguroj të gjithë ata që ma besuan votën se do të jem një zë i fuqishëm dhe i pa kompromis në mbrojtje të interesave të secili qytetar dhe të Republikës së Kosovës. Dëshiroj të falenderoj strukturat e LDK-s për punën e bërë në këtë fushat, kryesin, kryetarët e degëve dhe të nën degëve me strukturat e tyre. Të gjithë kemi punuar aq sa kemi mundur dhe ditur për të siguruar besimin e qytetarëve në programin dhe ekipin e LDK-s, por rezultati për LDK nuk është i kënaqshëm, nuk është as i parafort me atë që kemi shpresuar pas 4 vitesh përgatitje, duke qartë se opozitarizmi që kemi bërë në 4 vitet e fundit, riorganizimi i shumë degëve të LDK-s pas zgjedhjeve të vitit 2021, zgjedhjet e brendshme në parti të vitit 2023, si dhe programi, ekipi dhe qasja që kemi ofruar gjatë 30 ditëve të fushatës zgjedhore dhe disa muajve para fushatës nuk mjaftuan për të bindur qytetarët. Prandaj, duke ju falenderuar secilit, kërkojmë nga ju mirëkuptim që nuk kemi arritur të organizohemi sa dhe si duhet për të marrë një besim shumë të madh qytetar, siç besoj se mund të sigurohet me një tjetër organizim të LDK-s. Përveç rezultatit të dobët në zgjedhje, një shqetësim tjetër është paraqitur me votat e diasporës. Në votimin në ambasada, një parti politike është votuar në mënyrë të tepërt dhe jo proporcionale krahasuar me votimin në Kosovë. Në votimin në post, disa kandidatë nga LDK janë votuar po ashtu, jo proporcionalisht krahasuar me votimin në Kosovë. Të dy këto dukuri kur analizohet komuna për komuna, duke qartë se nuk janë as pak të natyrshme. Ky fenomen ka krijuar pasiguri në gjithë procesin zgjedhor, përteksa në rastin e LDK-s është lënduar kohezioni i brendshëm i strukturave të partisë, si dhe është cënuar besimi i votuesit tradicional të LDK-s dhe integriteti që ka pasur shtëpia jonë politike për 35 vite. Prandaj, për interes të vendit dhe të LDK-s është domosdoshme të reflektojmë karshi këtij rezultati zgjedhor dhe këtyre zhvillimeve, si politikisht ashtu edhe ligjërisht. Në 4 vitet e fundit, lidershipi i partisë është angazhuar në ristrukturimin e partisë dhe degëve në gjithë Kosovën, por jo në pak raste kjo është bërë në mënyrë selektive, jo statutore dhe pa konsideratën e nevojshme ndaj disa specifikave të brendshme të LDK-s. Këto specifika janë unike, e cila si parti 35 vjeçare i ka dhënë Kosovës 2 president, 3 kryeministra, 10 ministra e zëvendës ministra, qindra deputetë zyrtar të lartë shtetëror, orientimi i lidershipit aktual për të bërë prerje të panatyrshme, si dhe distancimi nga e kaluara lavdishme shtetformuese e LDK-s, pavarësisht sfidave e lëshimeve gjatë rrugtimit të lidershipeve të kaluara, ka zvetnuar besimin e elektoratit tradicional të LDK-s. Në vend të ndërtimin mbi ato arritje të LDK-s, lidershipi aktual ka krijuar distancë ndaj njerëzve dhe arritjeve të Kosovës gjatë qeverive të udhëhequra nga LDK-ja. Personalizimi i fushatës zgjedhore, përbërja e listës, renditja e kandidatëve, paraqitja dhe favorizimi medial i një liste të ngushtë të kandidatëve të LDK-s, si dhe çështje të tjera para dhe gjatë fushatës, kanë dëmtuar kohezionin e brendshëm partijak. Në gjithë përpjekjet e të gjithë neve për t'i tejkaluar ato pakënaqësi, votimet disproporcionale në diasporë e kanë rënduar dhe cënuar më tutje atmosferën kolegiale dhe bashkëpunuese brenda LDK-s. Prandaj, për të kthyer besimin e antarësisë dhe elektoratit të gjerë, LDK-ja ka nevojë për lidership të ri, nuk ka rrugë tjetër për rikthimin e besimit në LDK. LDK-ja ka nevojë për një lidership me qasje ekipore që është gjithëpërfshirës, me orientime të qarta politike të qendrës së djathtë, që mbledh rreth vetes profesionistë dhe rikthen LDK-n në epiqendrën e profesionistëve më të mirë të Kosovës, siç ka qenë dikur. LDK-ja ka nevojë për një lidership që punon me transparencë të plotë, karshi strukturave partijake në të gjitha nivelet, që e kthen partinë në funksionimin statutar
që merr vendime kolegjiale në bazë të statutit të LDK-s, që është kushtetuta e partisë dhe në konsultim të gjerë me struktura qendrore dhe lokale të partisë. Ndërkohë, nën-kryetari i LDK-s Gazmend Boaxheri është shprehur kundër shkarkimit të kryetarit Lumir Abdigjiku dhe kryesisë së partisë pas rezultatit zgjedhor të nënshkurtit. Boaxheri tha se nuk ka kuptim që të shkarkohet dikush që e ka arritur partinë me 70%. Është dashur me punu më shumë për me dalë rezultati më i mirë. Qysh kur rritet 70% me kërku me u shkarku? Kërkohet me u shkarku dikush kur e zvogëlon partinë, jo kur arrit. Nuk e di kësë logjike ku e kam pa, tha ai. Deklarata e tij erdhi pasi që ish kryeministri i Kosovës Abdullah Oti kërkoi një leadership të ri brenda LDK-s.